Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Fluturo për jetën. Sot në këtë bisedë ndryshe sjellim rrëfimin e një artisti të përkushtuar dhe një babai të jashtëzakonshëm, Valmir Aziri. Profesor i artit grafik dhe këshilltar në Ministrinë e Kulturës, ai ka ndërtuar një karrierë të suksesshme artistike dhe institucionale, ndërkohë që për 21 vite me radhë ka qenë krahu i djathtë i birit të tij, me sfida të mëdha shëndetësore. Historia e tij është një histori force, dashurie prindërore dhe përkushtimi ndaj jetës dhe profesionit. Bisedën do ta nisim me Ermali, mysafir special. Ermal, në gjithë këto vite që keni patur vështirësi me spitalet, më thoni pak sa operacione keni patur? Mbi 20. Cili ka qenë operacioni më i vështirë dhe më i sikletshëm për ty? Që kam bërë moshën korrizore. Ai ka qenë operacioni më i vështirë që keni patur. Cila ka qenë ajo kurajë që ju ka dhënë babi në gjithë rrugtimin, por sidomos në këtë operacion me që është më i vështirë për ty? Babi më ka thënë se sa ka thënë, ti duhet të kesh forcën dhe të kesh besimin të vetë, pastaj do kaloj çdo. Dhe sigurisht që ka kaluar çdo gjë që nga ajo kohë. Nëse do të kërkoja të më thoje disa fjalë zemre për babin, cilat do të ishin ato? Babi është shoku im, përmendje, është forca ime më e mirë, edhe është lumturia ime më e mirë. Kur ndihesh i lodhur apo ke di që nuk janë fort të mira për ty, cila është ajo gjë që bën babi jot për ty që ti të ndihesh më mirë? Dalë dhe lira për më makinë, e që e kam më shumë që ta bëj gjatë ditës. Edhe bisedat më të sigurisht. Bisedat me babi, sigurisht. Kishim Ermali, tani do duhet ta lëmë të largohet dhe do vazhdojmë bisedën me babain e tij, zotin Valmir Aziri. Valmir, na tregoni pak për djalin tuaj. Si ka qenë rrugtimi juaj si prind përballë një diagnoze të vështirë? Po fillimisht është një gjë shumë interesante. Asgjë nuk të parapragatit pra për momentin kur ti nga mjekët një formë informohesh për diagnozën e cila realisht Ermali nuk ka një diagnozë zyrtare, medicinale, dhe trajtohet në bazë të simptomeve që i paraqiten pra gjatë jetës së tij. Dhe kështu që për një periudhë gati 14 vjeçare, nëse mund të them 15, Ermali është nashtruar diku mbi 20 operacione të rënda dhe disa intervenimeve tjera kirurgjikale ortopedike. Janë momente të cilat çdo prind mendoj që gjen një lloj force të brendshme, është një shtytje hynore, do kisha thënë, që vjen nga Zoti për të bërë ballë gjithë atyre sfidave të cilat dalin përpara. Dhe Ermali me energjinë e tij që ka, me besimin që na krijon neve, rreth me aurën e tij pozitive, na jep gjithve një energji pozitive për të prit disa proceseve të cilat fillimisht të duken të pakalueshme, mirë po pastaj me kohë shef se ja vlen dhe se Ermali është një luftar i cili vlen të përkrahet. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë këtyre 21 viteve që keni përballuar emocionalisht? Është momenti më i vështirë. Ne nuk jetojmë një moment të vështirë, pra është një kontinuitet nëse mund të shprehim ashtu, i shumë momenteve të vështira, të cilët nëse i shohim nga një perspektivë tjetër, realisht janë betejë të cilat neve fillimisht dimë që do i fitojmë, në kontekst asaj se kjo që i ka ndodhur Ermalit është një dëm i cili nuk riparohet lehtë, mirë po kur shohim që pas çdo operacioni kemi benefite për të përmirësuar cilësinë e jetës së Ermalit, atëherë çdo sfide, çdo operacioni që hasemi me idenë asaj se do bëjmë diçka më mirë dhe do kemi përfitime nga ai operacion dhe jo si një keqe e cila na ka ndodhur. Gjithsesi, neve kemi ndryshuar në kontekst filozofik, pra i shohim gjërat se operacionet të cilat i bëjmë ne me Ermalin janë operacionet të cilët i sillin dobi. Dhe jo diçka si operacionet të cilat kanë ndodhur një keqje dhe tash këto operacionet janë shtesa asaj të keqes. Nuk di sa mund të kuptohemi, po ideja është që e kemi vendosur që kësaj betejë të shkojmë deri në fund.
pastaj rezultati është besoj që do jetë i mirë për Ermali. Si e ndryshoi prindërimi një fëmijë me komplikacione shëndetësore dhe perceptimin tuaj për jetën? Tash kjo është pyetje e cila nuk do mend që ndryshon gjithçka. Por në fillet e problemit gjithçka na u ersu, domethënë, në jetën tonë dhe pika fokale e përqendrimit tonë ishte pra gjithçka rreth Ermalit. Dhe ajo ideja se nuk e dinim se çfarë nesër na pret ishte shumë të shtuese. Mirë, po me kalimin e kohës, siç thash më herët, sikur u mësuam me problematikën dhe në mënyrë graduale filluam që pastaj ta kthejmë dallgën e mërzisë në një dallgë shprese, e cila duke realizuar operacionet e një pas njëshme dhe të suksesshme për Ermalin, pam që kjo rrugë edhe mund të shpije drejt një të mire të përgjithshme për Ermalin dhe për familjen tonë. Normal, jeta jonë, veprimtaria jonë shkon për Ermalin, rreth Ermalit dhe për, domethënë, gjithçka ka të bëjë me Ermalin, po. Çfarë ndikimi ka patur kjo sfidë në formosimin tuaj si njeri dhe si artist? Si njeri nuk di të them pasi që atë duhet pyetni dikë tjetër, por si artist normal çdo herë kur ka qenë Ermali mirë, unë kam qenë kreativ, ndërsa çdo herë kur ka qenë Ermali keq me shëndetin, normal që as që më ka shku mendja të futem në studio për të punuar. Mirë po, ato ngarkesat negative shpirtërore, ato streset, ato melankolit cilët i përfiton ti gjatë asaj periudhe të vështirë, një ditë kur ti vendosesh që të futesh në studio, në atelje për të punuar, për të hutur një ngjyrë në telajo, detyrim thi del ajo ngarkesë shpirtërore. Pra, ai shtërzim e sheh që diçka nuk është ajo që ti tenton të përfitosh në pikturë, por sheh që ato ngarkesa emocionale pra aty shfaqen dhe kështu që detyrimisht janë të lidhura pra edhe proceset emocionale me punën e krijimtarisë. Në kontekst të asaj janë bërë njëri më i mirë, njëri më i keq, do të pyesish ata që janë rreth meje, se kështu që ndoshta janë bërë më i keq, ndoshta janë bërë më i mirë, ndoshta janë bërë më i padurueshëm, kush e di. A ka ndikuar kjo përvojë në krijimtarinë tuaj artistike apo në mesazhet që përçon përmes saj? Detyrimisht po, është Ermali më është bërë pra leitmotivi i jetës, edhe palën anësh edhe dy fëmijë tjerë erën dhe erlisin, por Ermali në është bërë pra ajo leva, duke isha thënë me cilët ne i lëvizim gjërat dhe cilët ne tentojmë të ndërtojmë jetën mbi të arriturat dhe mbi që mund të themi kënaqësitë e Ermalit. Pra kur Ermali është në nivelin e tij më të mirë të humorit, e gjithë shtëpia pra është ngallëzyese dhe ne pra jetojmë thash për Ermalin, rreth Ermalit. Si keni arritur të mbani ekuilibrin përmes përkushtimit ndaj djalit dhe karrierës tuaj profesionale? Është goxha e vështirë, është sfidë në vete për të gjetë ato balanset mes asaj për të pas një karrierë të suksesshme politike, artistike, edhe për të qenë një baba i cili jo të bëjë diçka ekstra shumë, por të ofrojë një mbështetje të mjaftueshme të një fëmiu i cili ka probleme të vazhdueshme shëndetësore. Dhe janë sfida të cilat nuk kalohen vetëm. Falë Zotit kemi pasur një ndihmës të jashtëzakonshme nga njerëz të cilët i përmendin në çdo rast dhe gjej rastin që edhe këtu ti falenderoj, domethënë në zoti Hazbilika, është Atilla Rexhepi, zoti Ali Ahmeti, pra një gamë gjërë shokësh të cilët na janë bërë pjesë e dhimbjes tonë, pjesë e përkushtimit tonë dhe Ermalit, dhe besoj që kemi arrit bashkërisht deri tani të përgjigjemi sfidave të Ermalit, të cilët përveç se janë të vështira në kontekst shkencor, medicinal për të trajtuar, pra janë edhe operacione shumë të kushtueshme, të cilët po kryhen në spitale shumë profesionale, në spitale si Spitali Amerikan në Istanbul dhe Spitali i Vienës, që është, pra, janë disa institucione të cilët kanë marrë përsipër shërimin e Ermalit, pasi, thash edhe më herët, nuk ka një diagnozë specifike, nuk ka një diagnozë të dhënë zyrtare,
dhe deformimet që ndodhin në kockat e Ermalit ende nuk kemi arritur që të gjejmë një diagnozë që të themi se kjo është emri i belas që i ka ndodhur. A keni ndjerë ndonjëherë mungesën e mbështetjeve institucionale për prindërit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta? Përkundërzi, pra në Republikën e Maqedonisë funksionon sistemi i atill i cili të mundson shërimin gjithsesi ja mundson gjithkujt shërimin jashtë institucioneve shëndetësore vendore në momentin që mjekët të cilët janë të thirrur në fusha të caktuara japin një mendim konsiliar se ky lloj rasti duhet të trajtohet jashtë shtetit dhe si zakonisht pagesa për ato është 100% dhe kështu që është një lehtësim i madh për familjet të cilët kanë raste të veçanta me pacientë të cilët kanë nevojë për shërim jashtë shtetit. Është një kalvar mundimesh pasaj shkuarja, ardhja, kontrollat, ato gjitha me radhë, por është një ndimes shumë e madhe e shtetit në kontekst të mbulesës anës financiare pra të pacientit dhe kjo është një ndimes shumë e madhe dhe mendoj që jemi një ndër shtetet e pakta në rajon që mbulojmë 100% harxhimet për pacientët të cilët kanë nevojë për trajtim jashtë shtetit. Si ka ndikuar kjo përvojë në këmbvështrimin tuaj si këshilltar në Ministrinë e Kulturës kur bëhet fjalë për politika sociale dhe për përfshirje? Tash për krimin e politikave inkluzive, gjithë përfshirëse, pra Ministri i Kulturës çdo herë ka pasur politika të diskriminimit në kontekst pozitiv dhe ka tentuar çdo herë që të adaptojë politikat e saj gjithsesi institucionet kulturore, siç janë teatrot, galeritë, bibliotekat e ndryshme të adaptojnë në kontekst praktik, pra edhe mundësitë për njerëzit të cilët janë me nevoja të veçanta dhe besoj që për shembull në kontekst të teatrove çdo herë ka bileta gratis për fëmijët me autizëm, për nevoja të tjera me të veçanta. Po. Dhe edhe në kontekst të infrastrukturës pa janë bërë të gjitha përgatitjet që të mund të jetë aksesueshme pra çdo institucion për fëmijët ose për njerëzit me nevoja të veçanta. Dhe besoj që kemi punuar shumë në atë aspekt, janë ndoa edhe fonde dhe ka pas grafa të veçanta, të cilët janë përkrahur nga ana e Ministrisë së Kulturës, ka pas graf gjithsesi zëra buxhetor të veçantë për projekte të cilët ngërthejnë në vete pra edhe njerëz individ me smundje të ndryshme të cilët kanë nevojë që të jenë pjesë e disa projekteve kulturore dhe për të treguar edhe ata kreativitetin e tyre. A ka patur ndonjë moment që djali juaj ju ka dhënë forcë në një moment të papritur? Është jo një herë, pra, jo një herë, disa herë, por më ka rastisur më pyesin shokët se ku e gjejmë forcën. Dhe nuk është problemi se unë ku e gjejmë forcën. Por problemi është se kam vrejt që Ermali çdo herë që futet në operacione, çdo herë që ndjehet ngushtë në kontekst shëndetësor, ai më shikon mua. Dhe unë nuk e kam, do të thonë është shumë interesante. Nuk është problemi ti ku e gjen forcën, e ke patjetër që je i fortë. Kështu që ti duhet të reflektosh forcën. Se ai shikimin, ai ndihmën e kërkon tek sytë tu. Nëse mu më ka panika, nëse unë e tregohem i dobët në atë moment, pra e gjitha ajo pastaj ka efekt zinxhiror dhe arrin deri tek Ermali, i cili pastaj edhe bëhet edhe më keq në aspektet e saj, humbën besimin dhe ky relacion i cili është kriju, kjo kisha thonë ndjesi që japim njëri tjetrit është e veçantë dhe këtë ma kam thonë edhe shokëve, pra nuk është problemi që unë gjej forcë. Është e paqetërsueshme që të fortë. Dhe shkaku i asaj pra Ermalin e kam si një lloj reflektimi personal dhe pra i shkëmbejmë atë forcën nëpërmjet shikimeve, nëpërmjet gestikulacioneve që bëjmë njëri me tjetrin. Dhe një farforme neve bashkëfrymojmë pra në të mirë dhe në të keqe, tam këto vite. Çfarë është gjëja më e bukur që të ka mësuar Ermali? Jo Ermali. Njerëzit të cilët më kanë ndihmuar. Neve si njerëz kemi gjithë një lloj ego dhe shto këtu edhe të jesh artist, edhe të jesh një politikan, edhe të jesh një karrierist, pra egoja shkon duke u fry. Mirë po në një moment shikon që njerëzit
janë të mirë. Kryesisht predominon altruizmi tek njerëzit. Edhe pse kemi raste sporadike të egove të smura të njerëzve, fus veten edhe unë aty, në përgjithësi altruizmi predominon, prevalon pra tek njerëzit. Dhe ndihmën që ne i kanë dhënë njerëzit, zemërgjërsia e treguar e njerëzve ndaj Ermalit më ka bërë që unë të jem shumë falemnderues dhe kok ulur të eci rrugëve të qytetit Tetovës dhe të jem falemnderues çdo herë ndaj atyre të cilët besoni pa ndihmën atyre, pra do ishte pamundur gjithë ky rrugtim që kemi bërë gati 15 vite nëpër spitale të ndryshme të Evropës dhe të Turqisë, dhe kretë kjo në një farë forme ka ulur pra egon time në kontekst të asaj se sa një njeri ndjehet krenar. Gjithsesi, unë kam filluar ndjem krenar për të mirën që mbajnë tjerët. Dhe kam filluar të jem më shumë të besoj në njerëzit, pasi që është e vërtetë se edhe pse sot në një kohë kur është tollovit e gjithë bota dhe kur edhe polet e moralit kanë lëviz, ideja është që përsëri pra e mira mbizotron tek njerëzit dhe çdo herë kur ka nevojë dikush për ndihmën e dikujt, njerëzit bëhen pa bashkë për ta ndihmuar dhe kjo është ajo e cila më zhdon pra nga njerëzit vis-a-vis, domethënë asaj që Ermali domethënë ka si smundje dhe ky është ai përfitimi i madh që kemi fituar bashkë si familje, kemi bën shumë shok, kemi krijuar shumë miq, një prej atyre jeni edhe ju dhe shfrytëzoj rastin që edhe publikisht ju falenderoj gjithata që keni bërë për Ermalin. Çfarë do t'ju thojë prindërve sot që përballen me një situatë të vështirë? Është të bëjmë një përmbledhje të asaj që, domethënë, është e paqëndrueshme që gjendet një forcë. Dhe thash, fëmijët të cilët kanë probleme shëndetësore, shikimin, forcën, energjinë që përfithin është energjia e prindërve. Është forca e prindërve, pra është mbështetja e prindërve që e marrin. Dhe e kanë të paqëndrueshme prindrit të gjejnë forcë. Dhe mos harrojmë edhe faktorin hyjnor, është në varësishmërisht kush se çfarë beson dhe si beson dhe mënyrën se si praktikon besimin, por është evidente ndërhyrja hyjnore tek jetrat e njerëzve dhe në këtë aspekt mendoj që ka në Bibël një pasus ku thot Zoti me të vërtet vepron në mënyrë të mistershme. Është e çuditshme se si pasi kryhet sfida, pasi kryhet sprova, kur merr analizon gjërat, është shumë e çuditshme se si disa gjëra të ndodhin papritmas. Paraqiten njerëz të caktuar në kohë të caktuar që ti si ke menduar se do vinë. Dhe mendoj që kjo është një prej mënyrës se si vepron Zoti në kësaj raste, se si dërgon ndihmë dhe se si neve në ofron pra një mbështetje të cilën ne nuk jemi të vetëdijshëm për momentin. Dhe gjithë kjo pastaj jeta të bën të mendosh edhe se gjithë kjo sprov një ditë do kalojë. Se fundit ne nuk jemi të përjetshëm këtë botë. Edhe 1000 operacione të bëjmë. Edhe 1000 shërime të kërkojmë, fundi jonë në këtë botë diet. Por ideja është që ashtu siç më ka thënë doktor Atilla Rezhepi, që nga sfida në sfidë neve të bëjmë më të mirën. Neve të japim më të mirën dhe pastaj rezultatin presim atë që do jep Zoti dhe normal puna e mjekëve. Dhe për fund, cili është mesazhi që do doje të lije sot për shikuesit si një baba, si një artist që ka kaluar shumë por që nuk është ndalur kurrë? Mos më ndalni kurrë. Pra, ka një thënie e generalit Patton, thotë nëse hesni nëpër ferr, vazhdoni të hesni. Pra, kjo është s'ka diçka tjetër. Se edhe ferri ka një fund. Ju falenderoj shumë për këto rrëfime kaq të veçanta dhe kaq, domethënë se jo vetëm për juve, por për të gjithë shikuesit që përballen çdo ditë me sfida të tilla me fëmijët e tyre. Faleminderit shumë juve për kohën, edhe një herë falenderoj publikisht për gjithë ato që ke bërë për Ermalin. Faleminderit juve. Faleminderit. Tani do të ndjekim një pjesë të punës me fëmijët në qendrën tonë. Mirë takofshim dhe shihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, qofshim mirë. Jemi gati? Po gati të lumë. Më thuaj një mjet të shkollës. Mjet të shkollës?
Lapsi. O, sa bukur! Të lumt, shika, fitove një makinë. Makinë. Po, më thuaj një kafsh. Kafsh. Qeni. O, sa bukur po përgjigjesh, të lumt, yll për ty. Bravo. Më thuaj një mjet transporti. Makina. Ole, me çfarë e fshim lapsin? Po më pëshim? Po, me Me çfarë? gumë. Bravo, goma është një jetë i shkollës, të lumt dritë, shika, po të jap dhe një yll. Ate, Po. a është kjo një makinë? Jo, është top. Bravo, shoku, të lumt, sa i sakt, shika, dhe të jap një makinë dhurat. A është ky një laps? No. Jo. Jo, është makinë. Të lumt, a është ky një laps? Po. Bravo, shoku, shika. Dhurat, zemër, janë për ty, bravo. Shika, a është kjo koka? Jo, është dorë. Ole, shoku.